Aja që shumica e shikuesve tonë nuk e din, Enver Hoxha ka qenë në vitin 1971 kundër kërkesës për Republikë. Ka dokumente. 71? 71, po. Ka një bisedë me ambasadorin e Shqipërisë në Beograd, ku e thret për konsultime edhe flasin për kërkesën për Republikë. Edhe Enver Hoxha thotë, unë jam kundër kërkesës për Republikë, sepse kjo e qetë në nivel të dytë çështjen e bashkimit. Ashtu siç kanë thënë këto grupet që i përmend më herë Mehmet Hajrizi, Hidayet Hyseni kështu. Ky është arsyetimi i Enver Hoxhës. Në fakt mendoj që ka pas gabim sepse Republika e Kosovës ka qenë një hap më shumë drejt bashkimit. Sidoqoftë, momentin vendimtar, ata e përkrajnë kërkesën për Republikë dhe kjo është vendimtare për gjithë lëvizjen tonë sepse ka qenë vështirë në Kosovë me pas një lëvizje e cila nuk mban qëndrim pak a shumë të njëjtë me Republikën e Shqipërisë. Ajo që edhe nga perspektiva e sotshme, them me bindje 100%, Shqipëria nuk ka qenë e interesuar të shkatërrohet Jugosllavia. Pra, sot, aso kohë besoj ke menduar ndryshe? Shiqoj, nuk kam pas informacione, s'kam pas informacione në atë kohë. Por sot thua që Enver Hoxha nuk e kishte qëllimin ta shkatërronte Jugosllavinë. Jugosllavina jo, se ka dokumente tash prandaj po ham që kam informacione më shumë. Enver Hoxha edhe Shqipëria në përgjithësi kanë konsideruar që ekzistimi i një Jugosllavie stabile është një tampon zonë mes Rusisë, mes bllokut socialist edhe Shqipërisë. Kjo i ka konvenu Shqipërisë, sepse ka pas një lloj mbrojtje nga sulmi, nëse do të sulmonin sovjetikët, Jugosllavinë, jo Shqipërinë, Jugosllavinë. Para se me anë Shqipëni kanë me hasë në rezistencë të Jugoslave edhe të Kosovës, e tek ma vonë kanë me anë Shqipëni. Pra e ka pas këtë qëllim. Edhe në gjithë lëvizjen tonë ilegale, Shqipëria nuk është që i ka stimulu kështu përmes propagandës, në i takim atë këtu, që të ketë një frymë të lëvizjes në Kosovë, po kur që kjo lëvizje të fuqizohet atë shumë, sa të fillon një luftë për shembull. Apo kur të mos fuqizohet atë shumë sa i del nga kontrolli i Shqipërisë, sepse e fut Shqipërinë në konflikt. Nga pikpamja e shtetit shqiptar ka qenë në rregull kjo, nga pikpamja jonë ka qenë për mua pak e qenë dhëmshme, sepse gjithë kjo plagë e njerëzve të ilegale që kanë marrë me 10-100 vite burg. Kanë marrë me idenë e Enver Hoxhës. Jo të Enver Hoxhës, me idenë e shiqë, edhe këtu unë kam një kështu me shumicën ka qenë shumë me personifikuar. Jo. Njerëz në Kosovë nuk është që kanë dashur sistemin socialist, marksizëm, leninizmin. Nuk është kjo arsyeja. Arsyeja njerëz tonë kanë dashur Shqipërinë. Me pas qenë Shqipëria zogiste, kishin dashur Shqipërinë zogiste. E kanë dashur edhe Shqipërinë fashiste në kohën e luftës së dytë botërore. E kanë dashur Shqipërinë edhe në kohën e Enver Hoxhës. Pra, dashuria njerëzve të Kosovës, të shqiptarëve në Maqedoni dhe në Malzi, është dashuria ndaj Shqipërisë, është dashuria ndaj pjesës të vendit tonë të lirë. Edhe ëndra e shqiptarëve të Kosovës dhe të Jugosllavisë ka qenë me jetu një vend të lirë. Unë besoj që sikur të kishim pas, sikur të kishim qenë bashk, edhe kishim përjetu sistemin në Shqipëri, mendoj që s'kish pas rëndësi nëse shqiptari është i Sarandës, apo i Gjakovës, apo i Prizrenit, do të dënte edhe ai demokracinë, lirinë, zhvillimin, përparimin. Pra nuk është kjo ka qenë më shumë propaganda e Jugosllavisë, një herë që shqiptarët e dojnë ideologjinë marksiste-leniniste në Shqipëri, edhe e dyta dashuria ndaj Shqipërisë. është shfaq edhe me Enverin, edhe kjo nuk mund të mohohet. Me qenë enverist i ka ranë në Kosovë me qenë titist, me qenë anti-Jugoslav, me qenë anti-Serb. Pro ka që ka të bëj. A di që them? Unë them, po të ishte gjallë kjo Enveri i Kosovës, që kanë dashur njerëz të Kosovës me këtë Enverin e Shqipërisë, këta do të vriteshin me njëri tjetrin, se janë dy Enver ndryshëm. Ky Enveri i Kosovës ka qenë adëtare, ka dashur kombin, ka qenë për liri, për në imagjinatën edhe dëshirën e njerëzve të Kosovës. Në Shqipëri kanë ditë si ka qenë. Ai ka qenë ashtu siç ka qenë, le ta thojnë ata që kanë jetuar atje, çush ka qenë vërtet. Ama nuk është i njëjti Enver, po flasim për dy Enver të ndryshëm. Është shumë pak njerëz në fakt